Pat një farë gripit vogël ose diçka dhe i banëm analizë, atë i du një analizë jo e mirë, edhe tash na si prind, nuk është që dimi ledhu, po e ledhum si keq në situatë dhe të dy prind të menum që po na vjen një situatë shumë e keqe për fëmijën dhe fillum muni jo rahata dhe derisa e keni marrë me stres. E morëm me shumë stres, me ngarkesë tepër të madhe. E kujtoj shoqja që e falenderoj për gjithçka që ka bërë për arritjen e fëmijëve, se normalisht ajo është kujtëstare e shtëpisë më shumë. Këto punët tona pak më shumë janë terrenit, nuk është që unë e kam dhënë maksimumin të ta. Po ajo morë me shumë ngarkesë dhe mora vajza jam në kamën e Liza. E mora Lizën e vogël e dola me pi kafe bashkë për me largu prej atje. Kjo kon prej momenteve të vështira, po si momente tjera janë fëmijët kur janë hinë shkollë, kur ka diplomu vajza, djali kur ka luajtur futboll, se ka luajtur futboll deri në kohën e kur i ka bërë 18 vjet, mandej i ra diçka pishman. Kur u dasht me s'ka lidhje, e gjen gjatë rrugës edhe ai talentin e vet. Tash është në fakultet teknik edhe ai dhe na po mundohem me dhoma të mira për ta besa për me mujt mu funksionalizu. Po, patjetër. Po çysh e balancon Ekremi jetën profesionale edhe personale në këtë rast? Se e di që ke angazhime gjatë krejt kohës. Tregon pak çysh gjen kohë edhe për familjen, edhe për punën, edhe për gjithçka tjetër. Çdo përcaktim, çdo punë që e bën prej momentit kur je prind, nuk e menon shumë për vete, po e menon edhe gjithmonë edhe punon për fëmijët. Ndajherë na edhe këto veprat e tona që i bëjmë filmin ose teatrin, po më shumë filmin, se unë jam regjisor filmi, i menojnë si fëmijët e tonë. Tani krijohet një farë balanci tjetër, sepse do të më kujdes shumë për një vepër që ti e bën për shkak se ki përgjegjësi ndaj publikut. Do të më dhon mesazh të mirë si me fëmijë, si edhe me veprën kinematografike, je fjala. Po menoj që mëra 24 orëshit njeriu me dash gjanë kohë për secilin sen që ai duhet. Janë oraret, janë përcaktimi tyne, përcaktimi për punë, përcaktimi për familje. Shpërdorimi i kohës nuk qënë kërkonesh, as nuk qënë punë profesionale, as me kam prendimin. Prandaj nëse përdoret koha në mënyrën e drejtë, besoj që edhe gjendet edhe hapësina, është kohë sfiduese normalisht. Shpeshherë më ka dash Milan ndoshta me ditë tona ose në xhirim ose në vizitat festivale ose diçka tjetër, po gjithsesi prindi është gjithmonë me fëmijët e vet edhe kur janë me ta. Patjetër. Jeton me ta, me kujtimet e tyne, me mënyrat e tyne. Me mendje me zemër. Me mendje me zemër. Po, cilat janë ato momentet, për shembull, si reagon Ekremi si prind në momentet kur fëmijët kanë ndonjë sfidë më të madhe, se tash vajza është 23 vjeç edhe veç ka filluar me pas jetën pak me sfida. A je prind mbështetës? Sfidat e fëmijëve është një farë jo situatë kaosi, po është një diçka e bukur që vjen atë prindrit. Me moshën ose me kohën e tyne, normalisht edhe perceptimi i prindit për fëmijën do të më ndryshu dhe do të më i përngja kohës. Çdo gjë që vjen në jetë prej tyne që morrin iniciativa për mua, jo pse do të më thonë para kamerave, sepse para kamerave tonë bëhen shumë të mirë, po të onë fëmijët e kam pas përkrajen maksimale në çdo situatë tyne. Biles, njëherë, se vajza më të madhe, djali ka tash 20 vjet, po kur kanë vajza më e vogël ose kur kanë këtë pjesën e pahyrë në adoleshencë, kam bisedu me gruan tim, i kam thënë, na si prind duhet me fol çdo problem që mundet me ecë vajzës ose edhe djalit, për shkak se kur i trajtojmë problemet, ata janë shumë rahat dhe janë gjendje edhe me zgjedhje. Patjetër. Nëse na i ignorojmë ose i lëm, ata kanë me shku me dikant tjetër me diskutu. Dhe manej ai ndeko prind fëmijë rritet shumë më shumë, edhe besimi i fëmijëve të prind prapse rritet alo më shumë.